Mass protests are erupting in Albania over a controversial luxury resort project linked to Ivanka Trump and Jared Kushner. Thousands of demonstrators have flooded the streets of the capital, Tirana, carrying inflatable pink flamingos. A symbol of the wildlife, they say, is under threat from the proposed multi-billion-dollar development. The crowd is mostly asking for both older political parties to step down, for a new system to come. Albanians, they seem to be focused on one thing right now, and that is the rule of law. We have been requesting the resign of the Prime Minister Edi Rama, and this is also a journey, not only an episode of protest, but also a journey for the Albanian society to stand up for themselves and also ask for a freer Albania and not that is public and not only for the oligarchy or for the corrupted politicians in Albania. It was brought to me as an idea relating to the Zvernes Narta, where the flamingos are one of the many species that are stationed there. But it was more of an image that I want to bring into the protest. The project centers on Sazan Island, a largely undeveloped stretch of coastline in the Adriatic Sea. Kushner's investment firm, Affinity Partners, plans to transform the area into an ultra-luxury resort featuring hotels, apartments, and a marina. Critics argue the development could damage sensitive ecosystems that are home to endangered species, including flamingos, pelicans, and the Mediterranean monk seal. Environmental groups have also raised concerns about a lack of transparency and public consultation during the approval process. Adding to the controversy, Albania's anti-corruption prosecutors have launched a probe into legislative changes that helped fast-track the project. For protesters, however, the fight is about more than a resort. They say it's a battle over environmental protection, government accountability, and the future of Albania's coastline. Më thelbësore, së fundi, në vitën e fundit, struktura e posaçme antikorrupsion. Qeveria që bëj pjesë në komitetin që do bëj. Ky është një shembull se si mund ta tërheqim bashkëpunimin. Nëse arrim që masa të mos bashkëpunojë me këtë qeveri, ajo I ka ditët e numëruara dhe kjo është e vetmja mënyrë që ne t'i arrijmë kërkesat tona. Që të kuptohet që kjo gjumë nuk është më vetëm për flamingon, nuk është më vetëm për Zvornecin, për Rjollin, për Shkadicën, për Lumën, për Valbunën, për Orakën, Çoçajt, për pensionistët. Kjo është për 1001 gjëra që shqiptarët I kanë. Kemi pritur në 5 vite për këtë ditë dhe nuk do vëmë që kjo ditë të shkojë poshtë. Edhe këtë ka kuptuar klasa politike mafiosa anti-shqiptare.
Atë e kemi pasë se si kanë patë një bashkërendim pozita dhe opozita. E mbani mend fjalimet e ditës parë, ditës 2, 3, 4, e mbani mend fjalimet. Po si se maj menuk? Ju kujtohet çfarë thonë Saliu me Edi në fillim të kotasës apo jo? Që jemi mjerat. Kur ne kemi dalë dhe kemi thonë Rama në burg, Berisha në burg, ne nuk kemi lënë llogarit në ngrata. Ata janë në ngrata nga populli shqiptar dhe nuk të interesojnë. E dini ju që kërcënimet më të mëdha që na vinë, janë nga njerëzit e opozitës, sepse Ramovici përdor mashën Saliun dhe i shtin ata që të dërgojnë kërcënime. Dhe kjo të thotë që jo vetëm janë një, po ato kanë qenë një. Problemi më i madh ka qenë që populli shqiptar nuk ka arritur ta përfitojë, ta kuptojë. Për arsye të analishtave, të cilët përmes mafjes politike dhe përmes mafjes e cila kërkon për peng Shqipërinë, ata ju kanë bërë një trush fojlarje duke hedhur topin sande e SKT. Ne nuk jemi kundër partive. Ne jemi kundër Kastës, kriminale, kriminale. fjerare.